Ndëruar gazetarë, ndëruar kolegë, mirë se vini në konferencën për shtyp, pas ndeshjes Shkëndija Bravo, takimi i kthimit i gjyrës së dytë eliminatore të UEFA Conference League, fitojmë 3-1 Bravo në Slovenisë dhe me rezultat të përgjithshëm 4-3 avansojmë në raundin e tretë. Me ne shefi stafit teknik Artim Pollozhani, gatshëm për të përgjigjur në pyetjet tuaja. Unë mendoj që ishte një ndeshje e rëndësishme, por që e manovruar jashtëzakonisht mirë nga lojtarët tonë, edhe për këtë du t'i përgëzoj lojtarët, sepse është merita atyre, nuk ishte e lehtë nga fakti që kishim një kundërshtar që rrit në bllokun e dytë edhe pret për tranzicione pozitive. Këtë në armë të fortë atyre, unë mendoj që e eliminum në aspektin e asaj që kishim tranzicione të forta negative, kështu që dolëm praktikisht tek ndeshja jonë edhe unë mendoj që kjo është merit plotësisht e futbollistave. Në ana psikologjike është mjaft e rëndësishme tek lojtarët. Domethënë në momentin që ti krijon raste dhe goditesh me një rast kundërshtarit, siç kanë bërë edhe ndeshjen e parë në Sloveni, atëherë ana psikologjike bie, por që unë jam mjaft i kënaq ose jashtëzakonisht i kënaq me reagimin pastaj, sepse normalisht ti mund të ndëshkohesh me një gol që mund të jetë aksident, mund të jetë në goditje standarde, por që ajo që më pëlqeu për shembull është marshi që nuk e ulëm, domethënë ai ritmi nuk e ulëm edhe ne tentuam gjatë gjithë kohës. Edhe pjesë parë kishte raste, kishte situata që ishin 4-2 që mund finalizoheshin, por që unë prej ditës parë që kam marrë këtu edhe kam deklaruar që ne du të luajmë futboll të hapur, futboll me raste, edhe kjo, domethënë ajo që ne e kërkojmë këto djemtë sot e bën, pavarësisht që humb raste, por në momentin që ti prodhon raste, nuk ka ku shko më goli. Praktikisht mund vi minut 15, mund vi minut 30, mund vi minut 70, dhe mund vi si që erdhi goli i tretë minutat e fundit. Kjo është merit plotësisht e djemve. Domethënë për hir të respektit që kam për kundërshtarin që ato luajnë, nuk du ta komentoj sepse pres që të mbarohet ndeshja. Në momentin që të mbarohet ndeshja, atëherë fillojmë në analizën e kundërshtarit. Domethënë respekt për kundërshtarin që luan me Hibernian nuk ka mbaruar, nuk është mbyll akoma ndeshja, por që i gjithë fokusi jon ka qenë kjo ndeshje. Praktikisht ne i marrim një nga një kush vjen e radhës. Nga nesër ne do mendojmë për kundërshtarin që ju thoni që mund të jetë Hibernian. Domethënë fokusi ka qenë i gjithë ke ndeshja e Bravës. Nesër është ndeshje tjetër e radhës që duhet analizohet edhe duhet punohet në cilën manovër do luajmë me atë kundërshtar. Ne kemi një shprehje tek aspekti psikologjik që quhet ne me patjetër e kemi të vëmë një mentalitet fituesi. Ky mentalitet fituesi, unë mendoj që këto çunat edhe për këtë i përgëzova, u pa prezent sot ke ndeshja e sotme. Tani, nëse kthehesh tek rastet, patjetër që nuk është problematik kur ti prodhon, problematika është pastaj ato raste që të finalizohen edhe kjo na ngelet ne pastaj stafit teknik që të punojmë ke ky fakt. Por ajo që nuk më pëlqeu edhe që mund të evitohet është pranimi i golit. Ne kemi, po ta shohësh të 3 golet me Bravon, ne i kemi pranuar jashtëzakonisht lehtë. Edhe kjo gjë më shqetëson edhe siç thash, domethënë që ke finalizimi duhet punojmë, ne kemi me patjetër edhe të punojmë ke kjo pjesë, sepse nuk jemi të fortë në dy luftime. Kështu që ndonjëherë futbolli është edhe përplasje, atë në pjesë nuk e kemi. Mbase nga ajo që ne tentojmë që të luajmë futboll edhe prej poshtë edhe me raste, por që këtë pjesë të cinizmin e kësaj loje sport e kemi me patjetër ta rregullojmë. Të merremi vesh, Nxengë ka bërë super paraqitje me ato detyra që ne i kemi dhënë. Domethënë në momentin që ne kërkojmë një tip loje që të kapim thellësinë dhe të luajmë me presingje dhe me tranzicione, Nxengë e bë fantastike. Unë mendoj që ishte fati i keq atij që nuk shënoi. Por nga ana tjetër, po ti shofish kronologjinë e ndeshjeve në Europë, ne na kanë bërë punë jashtëzakonisht shumë ndrimet. Kështu që kjo plus bën pjesë tek ai mentaliteti fituesit, sepse në momentin që ti ndron, patjetër që ideja e stafit është që të ndryshojë diçka në lojë. Edhe këtë po na i bëjnë jashtëzakonisht lehtë, domethënë ndrimet që bëhen ose lojtarët. Sot ishte Gërgjeski, po të kthehesh tek Europa ishte Tamba me Kryeziun, kështu që nëse do jemi te kjo rrugë, unë mendoj që jemi në rrugë të mbar. Por kjo ka mbaruar sonte. Domethënë ne prej nesër duhet përqendrohemi për kundërshtarin e radhës, sepse
do jetë kundërshtar i vështirë edhe e kemi patjetër që fokusit jetë 100%. Patjetër, duke u bazuar kjo pyetja jote, unë du t'i falenderoj të gjithë ato që ishin pranishëm sot, të gjithë ato që na mbështetjen, patjetër ballistit, sepse ato unë përmenda dhe dje janë gati çdo neshje, por kjo pjesa tjetër na ka mbështet jashtëzakonisht shumë. Edhe domethënë ne, ajo që na ngjelet ne është që t'u është problem praktikisht me ndeshjet bukura. Tani ajo çështja e këtyre biletave pa pagesë, mendoj që nuk takon mua, klubi ka bërë një gest të mrekullueshëm, shpresoj që të vazhdoj, është kohë festash, më falë, është kohë pushimesh, por që prezenca ishte e kënaqshme, duke pas parasysh që edhe është larg nga Tetova, por që unë e thash edhe dje përsëris edhe sot që Shkëndija nuk ka vetëm Tetov, ka edhe qytete të tjera tifos. Patjetër, domethënë edhe intervistën e parë që kam dhënë, për mua është krenari, është kënaqësi, është gjithçka që drejtoj këtë ekip, edhe sidomos një ekip që vitet e fundit, nuk e di sa ka vite që dominon në Kupat e Europës, dhe unë mendoj që është pozitive për futbollin përgjithësi në Maqedoni, sepse një përfaqësues që vazhdon garat, kjo është në mirë edhe të klubeve, edhe të futbollit përgjithësi në Maqedoni. Për mua, po e përsëris edhe një herë, është kënaqësi, është nder që drejtoj një ekip siç është Shkëndija. Kjo është pozitive, domethënë sepse në momentin që ka përfaqësues në Kupat e Europës, siç ju e citut që janë 4, kjo është pozitive, patjetër për futbollin vendor, sepse Kupat e Europës janë specifik tjetër, janë ndeshje që praktikisht ka një ritëm tjetër dhe e ndjejnë futbollistët që është me gjithmonë është kënaqësi, patjetër që është edhe obligim, sepse luan me kundërshtar që janë nivelet larta, por që e përgjithshmja është pozitive, edhe ne jemi të lumtur që kontribojmë me këto Kupat e Europës që futbolli vendor të ngrihet. Mirë, ju falenderoj gjithëve që ishit prezencë në këtë konferencë për shtyp. Kujtoj që Shkëndija në fundjavë nuk ka aktivitete në kampionat, dhe mirë që s'ka, sepse ishin ndeshje të lodhshme, derisa menjëherë takimi radhës për Kuqezin është një tjetër garë europiane, pikërisht në transfert në gjiron e 3 eliminatore të UEFA Conference League. Bashkë takojmë në të tjera konferenca për shtyp.